ka udhëtuar nga Greqia për të marrë pjesë në homazhe. Në ndjeja edhe atje ku isha, gjithë një këngë, kam edhe të sidin që dëgjon, ajo. Kujtimi asaj tjetë i paharuar. Si asnjëherë tjetër, sheshi lush një sumbush me mira njerëz. Në këtë qytet ku lind dhe u rrit u organizuan homazhe pranë kinoteatrit që mban emrin e saj. Mira qytetar lushnjar, pa ndërprerje, një vargan në gjatë i tërë, mes dhimbjes po dhe krenarisë, që Vaqezela është lushnjare, po bëjnë homazhe këtu në hollin e qendrës kulturore që mban emrin e saj, pranë bustit të saj, emrit madhës Vaqezela. Kur kemi bërë bustin e Vaqezelës, kishte një fjalë tek tu, por që pastaj që të gjitha u shuan sepse ajo meriton të shumë. Dhe vlerë ka pikërisht ajo që ai bus është bërë kur ajo ka qenë gjallë dhe ka ndjerë. Njerëz të përlotur kalojnë pranë fotografisë së këngëtares. Vaqezela ishte përfaqësuese më denjë e lushnjarëve. Ishte një artiste e madhe për të gjithë. Unë jam thjesht 16 vjeç, por e kam idhull, është idhulli im, si këngëtare gjithashtu dhe artiste. Bënte jashtëmase për artistët në përgjithësi, po kur ndodheshin nga qyteti i saj i lindjes, ajo ndodheshe pranë tyre dhe thoshte fjalët më të mira. Artiste e madhe u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare të enjte në shtëpinë e saj në Basel të Zvicrës.